Kush është Vuk Hemovic dhe pse emri i tij po ringjall dyshime? Biznesmeni me të cilin Kosova ka bashkëpunuar për vite në importin e energjisë, Vuk Hemovic, po rikthehet në qendër të vëmendjes. Kjo për shkak të së kaluarës së tij të diskutueshme dhe hetimeve ndërkombëtare që i kanë ndjekur aktivitetin e kompanisë së tij energjetike. Vuk Hemovic është djali i Rad Hemovicit, figurë e rëndësishme ushtarake në kohën e ish Jugosllavisë. Ky emër është biznesmen serb nga Beogradi, i njohur si themeluesi EFT Group, një prej kompanive më të mëdha private të tregtimit të energjisë në Ballkan. Për më shumë se 20 vite, EFT ka dominuar importin e energjisë në Kosovë, Shqipëri dhe vende të tjera të rajonit. Raporte të ndryshme përfshirë hetimet evropiane kanë ngritur pikpyetje mbi transaksionet të dyshuara dhe jo transparente dhe fitime milionshë nga importi i energjisë elektrike. Emri Hemovic dhe EFT është përmendur disa herë në dokumente hetimore evropiane, organizata kundër mashtrimit, si dhe raportime të mediave investiguese. Këto dokumente përfshin dyshime për korrupsion, keq menaxhim dhe skema energjetike, ku përmendin marrëveshje të paqarta dhe dominim i tregut. Në Kosovë, deputet të opozitës kanë kërkuar hetim të plot mbi lidhjet midis EFT dhe kompanisë tjetër të importit të energjisë, përfshirë Noa Energy Trade, duke folur për një dyshim karteli energjetik. Në krizën energjetike 2023-2025, me rritje çmimesh dhe mungesë transparence, rikthimi i EFT dhe Hemovic në qendër të vëmendjes ka ngritur pikpyetje të mëdha. Apo kontrollohet furnizimi i Kosovës nga interesa të fuqishëm jashtë vendit? Dhe a është i pastër të gjithë zinxhiri i kontratave të energjisë? Për vite të tëra, Kosova ka punuar me një biznesmen që mban mbi vete një histori të gjatë, polemikash dhe hetimesh për korrupsion, ndërsa institucionet e vendit premtojnë transparencë midis medias dhe opinionit publik, kërkojnë një përgjigje të thjeshtë. A është energjia e Kosovës e sigurt, transparente dhe në duar të drejta?